E shoh kush me siguri se cili prej juve keni për sjelljen në rrjetet sociale edhe doktor Fisin, je pra aty që poston ka gjë shumë momente familjare, po që jeti ai që më neje në shtëpi me gitarë. A është kjo ajo dashnia jote që pas këtij stresit që përmende më herët, të relakson çaju, gitara, notat? Po, më relakson gjithmonë, më relakson edhe artin përgjithësi. Unë jam admiruesi i artit në përgjithësi. Muzikën e du sepse e kom dashni të vjetër, unë kam metë prej viteve të 90-ta, ashtu si ne që jemi edhe gjenerat me doktor Valboni. Vitet e 90-ta ka qenë një formë arktimit, sepse nuk ka pas shumë edhe opcione, kanë qenë kohë të shtira atëherë. Dhe na kemi qenë shkollat e mesme në atë kohë, dhe ka qenë se një opcion, kështu me u zbavit, dhe kemi fillu si hajgare. Unë nuk kom pas në shkollim muzikor, e kom mësu në rrugë, që thonë, duke marrë diçka prej dikuj, diçka prej dikuj, kanë qenë një lloj entuziazmi, një lloj pasioni. Kemi fillu me ato bendet bile, kemi fillu njëjtën kohë me bendin Marigona. Po, njëjta kohë, kemi fillu njëjtën kohë, dhe kemi bu muzikë njëjtat vende. Bile më kujtohet, ka qenë një shtëpi e një gjyshit baterisit tonë në atë kohë, shtëpia ka qenë në Mitrovic të mahalla Boshnjakëve. Sigurisht audienca mundet me ditë, është edhe u përmend televizion, mahalla Boshnjakëve ka qenë një shtëpi e gjyshit ti Babloku. Edhe i thëshim, po shkojmë te Babloku, i kemi pas provat, i kemi pas vazhdimisht, praktikisht të gjitha bendet, shumica bendeve të Mitrovicës në atë kohë, i kemi bëu provat në atë vend. Do të thotë jemi të folë për neve bendin tonë në atë kohë. Mandej Marigona që është e njohur, që domethënë edhe këto ditë është aktive. Edhe disa muzikantë që janë relativisht prominent në rrjetin e muzikantëve, të cilat me muratin njëjmë së bashku. Do të thotë, po, adinësi është puna e ne si mjek, puna relacioni jonë me muzikë. Unë e thëmë ka njerë këmë pyet dikush, Fisnik, a po i ben gitarit, të thëmë, minus faz jam. Më thënë, kur jam, se shoh gitarën me japin me mujë. Ndodhë, sepse jam në tripa tjerë. Në cilën energji duesh me konë për me marrë gitarën? Se po du me ditë edhe çka të lidhë mandej me gitarën. E mira, momenti emocionali ullë, nëse takona me dëfrimin, s'ka moment. Në rejs. Unë e kam energji. A është kjo peng që ju ka me u rikëthy për shembull skenës, a keni... Për mu muzika është diçka që një synim ose një dëshirë që nuk e kam realizu. Po, a ka met peng, a menon që kemi realizu? Më ka met zhig. A kështë marrë pjesë me një skenë të madhe, për shembull? Kemi marrë pjesë. Po tash. Kemi marrë pjesë para një muj. A po në kongresin që ishte? Ma pak si një muj, edhe në fakt kjo ka qenë një rasti shumë e bukur, sepse une e mora në telefon doktor Rezart Halilin, i cili është zavendës nën kryetari i pari Odës Mjekëve të Kosovës, për një kolegë ti me pytë për si e ka gjendje, edhe a i mandena në ato momente, tha Fis, shqirë se po dojna me hapë kongresin e Odës, e tha unë e mendova, tha se ti je një farë muzikanti, edhe tha me bo një dy kangë me i bo. Une, ajo, kur më ka thonë, unë kam qenë në minus fazë, sa i përket muzikës. Edhe në moment thash po, thash ani, thash edhe munëm edhe me dëfrimin me kontaktu edhe me kështu. Edhe kur e mbylla telefoni, thash, po që kam hongri drejt që mi thonë, po. Të ka full shpirtje në atë ju mendja. Ska, si, edhe mandej uli edhe me dëfrimin, po dëfrimi e ka një, është shumë person muzikal në gjdo aspekt, edhe rezaton shumë pozitivitet, dhe unë jam shumë i bekum që e një, që e ka mik, edhe sepse kjo është asi tipi që gjithmonë t'i nxjerr ato gjanët pozitive çdo njeriu. Edhe ashtu se edhe me dëfrimin mandej la mu taku te shtëpia te Babloku. Tash po i thënë te Babloku. Atëherë edhe morëm edhe një koleg tonin, një mik tonin që nuk është këtu me mesin ton sot, doktor Ardian Hoti, që është një super këngëtar, që është anesteziolog. Edhe atëherë fillon pak provat edhe u aktivizuam pak kështu.